أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira Allah që me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala shpjegimin e librit Al-Adab Ash-Shar'iyya të autorit Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali. Allahu subhanahu wa taala pas mëshiron. Në kapitullin e radhës, autori flet fasl pjesa fil amri bil ma'rufi wa nahi anil munkar, e cila përmbledh argumente të cilat flasin për urdhrin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Urdhri për të mirë, thot autori Allah subhanahu wa taala e pas mëshiru, është gjithçka me të cilën na urdhëron shariati. Urdhri për të mirë është gjithçka me të cilën na ka urdhëruar shariati. Kurse shariat janë fjalët e Allahut dhe fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa nahy anil munkar, kurse ndalimi nga keqja huwa kullu ma yunha anhu shar'an, thot është gjithçka që shariati e ka ndaluar. Dhe kjo është më rëndësi me u ditë. Urdhri për të mirë është për gjithçka që na ka urdhëruar shariati jon. Kjo është urdhri për të mirë. Edhe ndalimi nga keqja është çdo e keqe për të cilës shariati jon ka ndaluar, ligji i jon, i cili është librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se vetëm ky është ligj. Dhe të tjerat nuk janë të vlefshme, sado që nga se edhe ligjet e tjera, dhe njerëzit e tjera, dhe sistemet e tjera, secili në rregullimin e vet, ka diçka që urdhëron, edhe ka diçka që ndalon. Po për ato për neve të pavlefshme, edhe njetën e përditshme, njerëzit disa gjona i shohin të mira, disa gjona i shohin të këqija. Po ato për neve nuk janë të rëndësishme. E rëndësishme është vetëm ajo që e urdhon ligji jon, shariati jon, dhe ajo që e ndalon ligji jon, shariati jon. E mirë është ajo që shariati jon e sheh si të mirë. Edhe e keqja është shariati jon që është të keqe, nga se në ajet e tjera Allah subhanahu wa taala thot, mos ju mashtron juve e keqja, edhe nëse është shumë, nëse shumica e njerëzve në diçka të keqe i thonë është e mirë, edhe kjo në kohë të caktuar, në vende të caktuara mundet me ndodhë, shumica e popullit e llogarisin në çështje që është e mirë, ajo shariat është e keqe. Kjo llogaritet e keqe. Ose në kohë caktuar, në vend caktuar, shumica e popullit të atij vendi për një çështje thonë është e keqe, po Allah shariati ka thënë që është e mirë, ajo është e mirë. E këtu është dallimi mes qenurit rob i Allah subhanahu wa taala dhe qenurit rob e njerëzve. Nga se robi që është robi i Allah subhanahu wa taala nuk llogarit diçka të mirë vetëm nëse Allah ka llogarit mirë. Nuk llogarit diçka të keqe vetëm nëse Allah ka llogarit keqe. Dhe kur na thuhet diçka, që kjo gjë është e keqe, çka bën na? Na kthemi shariatin këshirme. Shariatin tonë, a është e keqe që kjo gjë është e keqe? Nëse na bën që shariatin tonë është e keqe, na beson që është e keqe, jo pse po thot ti ose tjetri. Po për shkak se kemi gjetë shkruar në shariatin tonë se është e keqe. Kur na thuhet për diçka që është e mirë,
Na nuk e llogaritmi si të mirë, përderisa nuk themi me vërtetu në shariatin tonë. A është që kjo gjë e mirë, a është e keqe? Dhe nëse e shohim se për këtë Allah subhanahu wa taala ka vendosur është e mirë ose ka thonë për to i dërguar me Allah sallallahu alaihi wasallam se është e mirë, atëherë ajo është e mirë. Bazuar në këtë urdhë për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, do të thotë ne e kemi për detyrë me urdhëru për të mirë, kurse e mirë është ajo që shariati unë e llogarit mirë. Dhe kemi të obliguar me ndalu nga e keqja, kurse ndalimi nga e keqja është nëse shariati unë e llogarit ato të keqe. Nëse, aleikum selam, thamë më herët se edhe ligjet e njerëzve i shohin disa gjona të mira, disa gjona të këqija, për disa gjona urdhnojnë, për disa gjona ndalojnë. Po kjo s'ka të bëjmë me musliman kur gjë hiç. Dhe sa për një krahasim, se shpesh ka mundësi, ato që ata e shohin të këqija, jenë për një me të këqija. Ka mundësi, ndodh. Por çështja është e njëjtë ose e ngjashme me atë të falltorit, me atë të magjistarit. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se e gjillet hypin njëri mbi tjetrin derisa mrin të qielli i dunjos, qielli i parë për neve. Dhe aty ndëgjon urdhat se çka marrin melek për me vepruar në tokë. Pastaj nëse vjedhin ndonjë lajm, ato shpejt e bin të veshi i falltorit, të veshi i magjistarit. Dhe deri ta bin të veshi i magjistarit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mbështjellën edhe me 99 lajme të vërteta. Tash ky magjistari, ky falltori, a ka një lajm të vërtetë a se ka një lajm të vërtetë? Ky ka një lajm të vërtetë. Po pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kushdo që shkon me pyet atë dhe nuk i beson, nuk i pranohet namazi, kurse kushdo që shkon me pyet atë dhe i beson, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. E ka mohuar atë që ka zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Edhe në urdhat e ndalesat e njerëzve, ata mundën me ndaluar disa gjëra të cilat janë normal të mira. Dhe e shihni se që zhbin një pjesë e njerëzve, madje edhe për atyre të cilët kanë dituri në këtë problematikë. Jo nëse punojnë në sektore që është kundra drogave, nëse sektore që është kundra... Këtu është problemi i kuptimit të argumenteve. Sa ata kanë disa çështje të cilat i luftojnë, është e vërtetë. Po bashkë me çdo çështje i luftojnë edhe dinin fenë e Allah subhanahu wa taala. I kanë disa çështje për të cilat se nuk ka mundësi më llogarit lloj civilizimi nëse si ka disa parime. Nëse s'ka disa vlera të cilat thirrë, po ato vlera do të mi kthyn shariat, jam i vlerësuar sipas gjërave tyne. Po se dhe ata janë kundër korrupsionit, edhe ata janë kundër vjedhjes, edhe ata luftojnë drogën. Kjo është sigur me shkuar te falltori me pyet, se ai ka një lajm vërtet. Po ai ka një lajm vërtet, por baza mbi të cilën punon falltori është kufri. Kjo problemi. Se ka një lajm vërtet, edhe 10 mund të më pas vërteta. Edhe 100 me i pas vërteta. Mbi të cilat fakte punon falltori. Cili është parimi i cili niset ai? A është libri i Allahut sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Jo, atëherë çish ka mundësi me llogarit, edhe me ndihmu, edhe me pas normal ata që e ka të përzier çështjen disa të mira, nëse janë edhe shumica prej tyre janë të këqija dhe në kundërshtim ose në pengim të fjalës së Allahut të fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëra urdhni për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, urdhnohet për mirë në atë që Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar për mirë. Ndalohet nga e keqja në atë që Allah subhanahu wa taala ka ndaluar nga e keqja. Edhe nëse zbohet publikisht në emër të kësajna urdhni për të mirë, ndalimi nga e keqja është e kotë. Kushdo që për shembull vetëm flet, bën thirrje, bën aktivitete, bën çka do kundër dukurive negative të alkoolit, të drogës, ku diun çka. Nëse nuk e bën për shkak se shariati ndalon,
ajo këtë s'ka të bëj kush hiq me të mirën as me të keqen hiq. Për shka e bëni urdhin për të mirën ndalimin nga keqja, a për shkak se ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sa? Jo. Atëherë kjo është e kurrë, edhe nëse që ajo e keqe për të cilën ata punojnë është për një me e keqe. Thirrja dhe aktiviteti kundër asaj keqe në shariatën e Allahut subhanahu wa taala është e kurrë. Ose nëse për shembull për mirë thirrën në vlerat e familjes. Cilat vlerat familjes? Mbas kuna janë çdo vlerat familjes. Vlera që i ka caktuar Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a vlera që i kjetin në krytone, a vlera që i bën sipas mendimeve të njerëzve. Po çdo i mashtrojnë njerëzit, i mashtrojnë thojza musliman për shkak se nëse binë në qatë farë vale më dalin për e dinit e Allah subhanahu wa ta'ala. Ne punojnë për vlerën e familjes. Për çfarë vlera? Vlera shariatike që i ka familja, apo vlerat sipas mendimeve të njerëzve? Nëse nuk thirren në vlerat sipas shariatit, për shkak se ne thirrmi kështu, se Allah ka thënë për të kështu, ne thëmë kështu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu, ajo është kotësia, është rrugë e shejtanëve, nuk asnjë gjë s'ka të bëjë me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotë autori Allahu subhanahu wa taala pas më shërua urdhni për të mirë edhe ndalimin nga keqja fardu ajnin, është obligim farz personal për cilin njeri, për cilin musliman. Urdhni për të mirë dhe ndalimin nga keqja është farz, obligim për gjithë secilin musliman. E mirë dhe e keqe është çka ka thonë Allah është e mirë edhe çka ka thonë Allah është e keqe, kurse ne kemi për detyrë me urdhëru për të mirë edhe me ndalu nga keqja gjithë secili prej neve në bazë të kapaciteteve që i kena. Pastaj njerëzit në urdhën për të mirë dallojnë edhe ndalimin nga keqja ndalojnë sipas mundësive që i kanë nga sa Allah subhanahu wa taala. Ka thonë Kur'an, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, nuk e ngarkon Allah subhanahu wa taala kërkon për te mundësive që i ka. Por në mundësin që e kije, nëse surnon për të mirë, edhe nuk ndalon nga keqja, je gjënashor në njëherë. Në rastet se saktuara nëse nuk urdhon për mirë kërsa është mundësia, bësh kafir. E rastet se saktuara nëse nuk ndalon nga keqja dhe ki mundësin, bësh kafir. Urdhni për të mirë dhe ndalimi nga keqja është obligim për gjithë secilin musliman, sipas mundësive që i ka, edhe secili i din mundësitë e veta, kurse Allah subhanahu wa taala nuk e ngarkon kërkon për te mundësive që i ka. Tash është shumë e qartë. Në vetët e tona, secili prej neve e dina, a mujmë me urdhëru për të mirë as mujmë, në çështje të caktuara. A mujmë me ndalu nga keqja as mujmë, në çështje të caktuara, secili prej neve e din. Nëse Allah subhanahu wa taala në ajet tjetër në Kur'an ka thonë: "Balil insanu ala nafsihi basira", njeriu vetën e vetë e njeh shumë mirë. Edhe kur ja shtin hilen e din shumë mirë, edhe kur ka mundësi me kontribon e din shumë mirë, edhe kur e mshel sytë edhe e kalon haramin e din shumë mirë. Krejt shka sillet rreth njeriu për vetën e vetë e din. Ju s'mune me ditë për mu, ama unë e di për vete. Unë s'ka mundësi me ditë për ty, ama ti e di për vete. Sa dinë, sa ki mundësie, sa s'ki mundësie, sa s'dinë, sa ki trimnie, sa ki frige, sa ki për vete, se cili e din vetën e vetë. Kurse përgjësia e gjithë se cili për neve është para Allah subhanahu wa taala. Nuk është para njëri tjetrit. Ne kemi me dalë të Allah subhanahu wa taala dhe kemi me dhënë llogari për ato që kemi bën. E kanë zirë Imam Mahmedi, Allah subhanahu wa taala në transmetim nga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu se ka thonë: "La yahtaranna ahadukum nafsahu", mos ta nënshmon kërkush për juve vetën e juve. Edhe me pali diçka që është e mirë, obligative, e s'pebojnë njerëzit e ti që nuk e urdhnon,
Edhe me pali diçka që është haram me ti nuk për ndalon. Mësun kërkush për juve, hajtë për kush jo mune me thonë këtina. Bone këto. Hajtë për pëse, a bash mu më kamet me ndalue që të keq isha me bon filone. Thot të Busaid al-Khudri, Allah subhanahu wa ta'ala pas më shirua, mos të thot kërkush për juve qështu. Fe e kullu Allahu azza wa jall, nëse në ditën e kiametit ndodhë që me thonë Allah subhanahu wa ta'ala, tyje ma mënake e në të kulli fihi. Shka, pse nuk i thëshe njerëzve? Bëne qëta. Kër u konë obligim. Për shembull, kemi pa dikon që nuk falë. Po thujë Allah, thujë falë se zban po falë. Hajnë se pas me tonë me thonë, që ka thotin ditër e kiametit pyta Allah, pëse si ke thonë ti na falë? Ose ke po dikon të bo haram, gjuna. Edhe, u këndosh me thonë mëse banë, urdi për mirë, një për mirë është me thonë, me gojë. Nga se urdi për mirë i ka 3, kategorie dhe ndalime nga keqja i ka 3 shkallë, për cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadithin e saktë, men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, kush e shef për juve një punë të keqe, ndryshone me dorë, keq është lezbon, pik. Fa in lam yastati', nëse s'ka mundësi me dorë, se kanë edhe s'ki mundësi, fa bilisanihi, atëre thuj, që kja që për banë është të keqe, edhe kërkush smitë Allah që i tu dikona, që për pëndra kia është keq, mos pise është të keqe, kërkush nuk bënë për që heq. Edhe me të bëtë dishka se nuk bëtë kiameti, po hajtë. Fe illem një stëte, e nëse nuk mund është asë me forë, e kjo është gjendje e mjerushme, nëse bjen në të besimtari që asë mëftonë diku në zgëzën heq, fe bi kalbi, atër du të me urejt, me zemër që të keqe, fe dhali ke adafur iman dhe kjo është shkalla ma e vogële imanit, ta shkur nuk urejt edhe me zemër, edhe lejohet të keqe në familja, kjo është vetë kjo e familjari, por që të tëna, kjo e mërë në qëtë rast, kjo e mërë përgjësin e gjunot, ose e mërë përgjësin e kufrit. Nëse në shkojmë të kategoria ma nartë, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë ka thonë, kullukum ra'in, wa kullukum mes'ulun an ra'iyatihi. Gjithse cili për juve ka përgjësi dhe keni me dhënë llogari para Allah subhanahu wa ta'ala për përgjësi që i keni pasë. Përgjësia ma modhja, ma nërta, është përgjësia e khalifës muslimanëve, që e ka përgjësin për këtë umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kurse përgjësia ma e ulta, është përgjësia e zotit shpijës, e cilë e ka për detyrë me menaxhu familjen e vetë. Kjo është përgjësia ma e ulta. Kurse përgjësia individuale, pastaj anëtarët e familjes, se cilë ka përgjësi individuale për veti, por për dikën është familjare, për shkak se familja në shariatin islam llogaritet për 2 vetëve të anena, për shembull një burrë dhe një gruaje në familje. Kush është përgjegjës për çet familje? Është burri. Kur kanë fëmijë apet, po familja pak më e madhe, pastaj kjo është përgjegjësi. Tash nëse në shtetin islam Khalifa e muslimanëve e lejon kufrin e shirkun në vendin e vet. Çka bëhet kjo? I bëhet mushrik. Pse e bëhet mushrik? Për shkak se ka mundësi më nol, edhe nuk e nol shirkun. Por gjënohat që i lën, duke mos i legjitimu, bëhet gjënaqar. I mshelsyt, hajt, i lën gjënohat. Muslimanët në të vend bojnë gjuna, me shëriat e ka mos me leju, mirë po, praktikisht e lejon, i merë gjunat pëse se kanë ndalu. Tash, kjo përgjësia ma në orta, edhe na shumë kalaj kjena aftësi me akuzue ata që kanë përgjësi islamet në orta, me thonë keni bo kufër se keni bo këto, keni bo kufër se keni bo këto, keni bo shirë se keni bo, ama kër këthet e njëta të familja vetë, e këtë njëtën e lejan të të familja vetë, vetë të që këtë që bo kafir, asë që bo mushrik. Asë ka morë këmo sa kur që iqë.
kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Gjithë secili prej juve ka përgjegjësi dhe ka më dhënë llogari para Allahut subhanahu wa taala për përgjegjësi që ka pas. Qysh është e mundshme, për shembull, një burr musliman gruaja vetë sfalet. A dhe çfarë logjike mundet me kuptu këto? Shka me bo? Po shka me bo doje. Aje përgjes. Ti ose të shmë falë, ose të shmë jetës. Vllai musliman, fëmija i ka bo 15 vjetë, s'falet alo. Jes, valla për thamë bolë për s'po falet. Po s'me të shkon kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sa ka thënë muru auladikum bis salati wa hum abna'u sab'a, ordhoni fëmijët e ju më fal kur të kenë 7 vjet. Odribuhum wa hum abna'u al-ashr, kur të kenë 10 vjet do të detyru më fal. Kur të hyjnë moshën madhore ose s'falen, çka më bë me këta? Ose dush më fal ose dush më largu prej neve ma. Kjo është tash kjo edhe s'falet, edhe ti halo i kontribon atina, pagun me shkollë, bën gjitha senet, ai se fal namazën. Tëna sa vetëm se shef, po shef ato odhëzën muslimanë thotë që to i ka 1 2 3 defekte e tua, i shefa nuk shef hiç. Ar-rajulu ra'in, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë burri është përgjegjës fi ahlihi, familjen e vet. Wa mas'ulun an ra'iyati, ka më pyet te Allahu subhanahu wa taala për përgjegjësinë që ka pasur. Ka më pyet te Allahu, krye familjare, ka më pyet te Allahu, ko namaz sabah. Ai kujdes më çu kret njerëzit, a kanë fal sabah ose kanë fal. Ti më dhon llogari para Allahu subhanahu wa taala. Se për shkak të krye familjar, do të shëshë mirë dëm ti kur. Ama që dash me bë familje, familjes do të më dhon përgjegjësi të cilat i takojnë. Secili që ka përgjegjësitë e veta, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të më urdhë për mirë me ndalim nga keqja. Nëse ka mundësinë me forcë, nëse se ka mundësinë reale, jo që me apo vetës, rrap se me apo vetës ashtu të kallaj, po se ka mundësinë reale me ndalu që keqe me forcë, atëre febilisani, do të me folë, me gjumë, me thonë se që kjo është keq, që kjo është që përbani është keq, jenë me thonë pasaj, edhe kur ndalon nga keqja, duhet me pasu me gjeset e trupit edhe qëndrueshmërinë. Çka është apo bëni është keq, edhe hajde bismillah po pim, vazhdon këtë muhabet ditë ne janë një, kjo nuk është kështu ndalim nga keqja. Kur thuhet që kjo që bëhet është keq, ma nuk duhet me pas aty muhabet shoqnor ma, vllaznor, ata janë të bëj keq. Janë të bëj haram. Keq valla, që nuk është bashkëmirë, ma hajte, nuk është ndalim nga keqja as me gjuhë. Fe illem yastati', nëse s'mundesh me as me fol, edhe pse kjo është gjendje e tmerrshme e besimtarit nëse e bjen vetëm në këtë drejgje, në këtë shkallë, fe bi qalbi, atëherë me urrejt me zemër. Tash kur e urrejt nisën me zemër për një me, po ti nuk mundesh me nejtë gjithë ditën me ta, se ti e të urrejt ato. Me ndalua s'mundesh, me fol kundër asaj s'mundesh, të me shek që vetën që pus mos, ku shkon më poshtë, atëre me urrejt me zemër e fundit. Po nëse as me zemër s'urrejt, u bo ma aja normale në familje, tash në përvojmë për familje, për shkak se që ajo është kompetenca, mundësia e jonja, nëse u bo normale e punë familje, atëre kjo s'është as të ndalu, as të full këndër asajnë, as të urrejt me zemër, se nëse është krye familjar, e në familje e vetë muzika shkon pinë saban akshon, a di qëfar krye familjari? Pus, kur që heq? A i që ka përgjithsi, edhe ka me dhonë llogari se cili për neve për përgjithsi që i kemi pas, ka mu pyte Allah subhanahu wa taala për çështje të cilat ka mujt me ndalu të këshia edhe si kanal. Se njerëzit sot me rrebe e mri haramin me nxjerr për prindët vet, a ne nuk muna me mri haramin me ndalu. Për këto, Ebu Said, Allah subhanahu wa taala pas më shirua, thotë mos ja na shkaloni çështjet, e mos më urdhëru për mirë, mos më ndalu nga keqja, se
në ditën e kiametit ndodh që Allah subhanahu wa taala ka më të pyet, pse nuk e ke urdhëruar që të punë? Pse nuk i ke ndaluar që të punë kurse e ke pa? Kurse Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wa'muru bil ma'ruf urdhno për të mirë, wanha 'anil munkar, edhe ndalon nga e keqja, wasbir 'ala ma asabak, edhe bën durim në atë që të godet, fa inna dhalika min 'azmi al-umur", se kjo është për çështjeve më kryesore. Urdhno për të mirë, edhe ndalon nga e keqja. Wa'mur bil ma'ruf, urdhno për të mirë, wanha 'anil munkar, ndalon nga e keqja. E mirë është ajo që shariati thotë e mirë, e keqja është ajo që shariati thotë e keqe, dhe për këtë do të më urdhërohet me ndalu na. Më njëherë mas kësaj, në vazhdimin e ajetit thotë Allahu subhanahu wa taala: "Wasbir 'ala ma asabak", edhe duro në atë që të godet. Domethënë se kuptimi si të urdhënosh për të mirë, ndalesh nga e keqja, më njëherë ki me pas sprova. Por që të ka në fjallë masalena wasbir 'ala ma asabak, duro tani kur të sulmoj. Se si të urdhënosh për të mirë, edhe ndalesh nga e keqja, sprovën e ki më njëherë. Sulmin e ki më njëherë se ti urdhënon ata për atë që ata s'dojnë me bo, edhe i ndalon ata për atë që ata dojnë me bo. Edhe ata normal quhet, por që ata thonë ata po dojnë me na ndërhy në mënyrën e jetesës tonë. Që do i thonë, more mënyra e jetesës juve është jetesë e kafshëve, jetesën që na ka dhënë jetën Allah subhanahu wa taala, shpirtat e trupat e jetën e dynjën e këtë, do të me bënë përputhje me atë që ka thënë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që mundohet me kontribu për të mirë, edhe me ndalu nga e keqja, më njëherë ka kundërshtimin për atyre të cilët nuk dëshirojnë më ndalu nga të këqijat e tyre, edhe nuk dëshirojnë mi bëj urrat edhe lind problemi. Tash kur lind problemi, çka do të më bëj? Allah pelam se bëj fitnë e madhe. Çështu. Jo, wasbir 'ala ma asabak, duro në atë që të ka godit, fa inna dhalika min 'azmi al-umur, nëse kjo është prej veprave më madhështore, pra urdhë për të mirë, ndalimi nga e keqja, edhe sabri kur sprovohemi për shkak që kemi urdhëruar për të mirë dhe kemi ndaluar nga e keqja, kur sprovohemi për shkak kësaj, sabri është prej veprave më madhështore. Dhe nëse e shihni, praktikisht njerëzit të cilët kanë pas përgjegjësi shariatike mbi popullatën e muslimanëve, kur kanë urdhëruar për mirë dhe kanë ndaluar nga e keqja, këtë botë e quajnë musliman. Po si më të urdhëru juve, na njerëzit e tani na këtu i urdhëru për mirë, edhe të i ndaluar nga e keqja, ata për 20.000 kilometra e që i pengon pse ti i urdhënon njerëzit e këtu për të mirë, edhe pse i ndalon njerëzit nga e keqja, edhe quhen sulmuar edhe që kanë sulmuar muslimanët. Ata tjerë që kanë pas dituri, edhe s'kanë pas pushtet, autoritet, ata kanë ndaluar, kanë folur kundër keqjes me gjuhë të tyre, edhe kanë urdhëruar për të mirë me gjuhë të tyre, çka kanë bërë? I kanë shtinë burë. Morën asin aty urdhëru juve, na po folmi njerëzve të fesë tonë, familjen tonë po dona me drejtuar, njerëzit e tonë, kushërit e tonë, ndajt e tonë. Ja, më njëherë ka ardhur kushdo që praktikisht ka munduar me qitë shariatin, me urdhëru për mirë, me ndalu nga e keqja, dhe forma më e shkëlqyeshme, më e lartë është kjo, më njëherë ka pas sprovën për tonë anëve. Kushdo që ka folë edhe folë, sot edhe ditëve në vazhdim, me urdhëru për mirë, ndalu nga e keqja, më njëherë i vinë sulmet e sprovat, edhe kushdo në kapacitetin e vetë familjar, edhe aty ka me pas sprova dhe çështja është wasbir 'ala ma asabak, çështja është vishën duhet me dru. S'ka ndryshe vetëm se qështë. Në Sahihun e Imam Buhariut dhe në Sahihun e Imam Muslimit transmetohet një hadith nga Ubada radiallahu anhu, i cili ka thonë, kur ja kemi dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i wa ta'a, për me ndëgju çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe për me nënshtru fjallës Allahut e fjallës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
në çështje të cilat janë të lehta, në ato të cilat janë të vështira, në ato të cilat janë të këndshme për neve dhe ato të cilat nuk na vinë shumë të këndshme. Na thot i kemi betu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kemi me folë të vërtetën, edhe nuk kemi me utut, me ofregue fillahi lawma talaim në çështjen e Allahut atë në cilëve na kërcënojnë. Përveç tjera, sahabiu thot na i kemi dhënë besë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kemi me të dëgjuar dhe me të ndjek në atë që na thuhet ti, edhe kur është lehtë edhe kur është të vështirë, edhe kur është e këndshme për neve edhe kur është e urrëtur e vështirë, edhe kemi me fol të drejtën, kurse me fol të drejtën, domethënë urdhni për mirë ndalimin nga keqja. Kudo që t'jena, kemi me fol drejt. Kudo. Haythu ma kunna të sabiu, kudo që t'jena, o la nakhafu fillahi lawmata laim, edhe nuk kemi me u fleksua kur të është çështja për hir të Allahut subhanahu wa taala kërcënimit të kërkuit prej kërcënuesve, kurse Allahu subhanahu wa taala i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se na me urdhje për të mirë dhe ndalimin nga keqja nuk jemi të fokusuar në rezultat. Ne e kemi për detyrë me urdhnu për të mirë, po ndoshta ata se bëjnë mirën hiç, mos ta bëjnë. Ne kemi për detyrë me ndalu nga keqja, po ata nëse s'nalen hiç, mos nalen. Synimi jonë, ose detyra jonë është veç me thonë që ato që Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar me thonë, dhe thotë Allahu për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ma ala rasuli illa al-balagh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka detyrë tjetër përveç se me thonë, me komuniku, me ia thonë njerëzve, ja i rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, o Muhammed, o i dërguar o pejgamber, thuaj njerëzve atë që Allahu subhanahu wa taala ka thonë, ma thonë, pastaj rezultatin, rregullimin, përmirësimin e umetit, përmirësimin e njerëzimit, nuk është në dorën tona, po është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Kurse në dorën tonë është me e thonë ato për të cilën Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar. Dhe ajeti i fundit këtë çështje thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka." Nëse mos shkoni me dorët e juve në shkatrim. Kur e lëm urdhën për të mirë dhe ndalimin nga keqja, kemi më shkatruar. Nëse kemi lënë familje, kemi më shkatruar familje. Nëse kemi lënë në shoqëri, ka më shkatruar shoqëria. Për shkak se në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë shembull atyre të cilët urdhnojnë për të mirë dhe ndalimin nga keqja, por si për shembull atyre të cilët kanë hyrë në anije, në katën e portës, ajo anije ka qenë me dy kate, katën e portës anije ka qenë njerëzit e këqij, katën e dytë kanë qenë njerëzit e mirë. Njerëzit e këqij kur kanë pasur nevojë për ujë janë detyruar me dal tek katë e për të njerëzit e mirë me mush ujë, me marr për vete. Njerë për ditëve thotë pejgamberi sa njëri për njerëzve të këqij ka thënë sa dalëm i shqetësojmë ata, pse se shkojmë në një birë këtu edhe me marr ujin direkt për mos me hyrë nalt, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta të mirë që janë nalt, nëse nuk ndërhyjnë me nalt këta që e shkojnë anijen, ka mi fundos anija edhe këta që janë të këqij, edhe ata që janë të mirë. Wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka, mos e çoni vetët e juve në shkatrim, mos u largoni kur nga urdhri për të mirë, edhe nga ndalimi nga keqja, edhe nëse nuk sheh rezultat, për shkak se juja nuk është më sjellë rezultat, por juja është me thonë ato që Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar, wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.